Mendoj se tash plotësohen të gjitha kushtet ligjore për zëvendësimin e masës së sigurisë, nga paraburgimi në një masë më të lehtë, mund të jetë arrest shtëpiak, mund të jetë masa paraqitjes në stacion policor, mund të jetë masa e ndalimit për t'u ofruar personave të caktuar, masa këto të cilat janë më të buta se masa paraburgimit. Për aplikimin e tyre tashmë janë plotësuar kushtet ligjore, nga se e vetmja arsye e cila i ka shërbyer trupit gjykues ta vazhdoj paraburgimin, ka qenë rreziku i ndikimit në dëshmitar. Duke marrë parasysh faktin se prokuria e ka përfunduar rastin e saj, se ma nuk ka dëshmitar të prokurisë, mendoj se janë ndryshuar rrethonat, e çdo ndryshim i rrethonave duhet të përcillet me zbutjen e masës së sigurisë, e që në këtë rast po i bie se masa paraburgimit duhet të zaventësohet me ndonjë masë më të butë, e cila është në funksion të arritjes së qëllimeve procedurale. Mendoj se nëse trupi gjykues i zbaton drejt qëndrimet e gjykatës evropiane, sipas të cilave gjithmonë masa më e rrept e siguruese duhet të zaventësohet me një masë më të butë kur ndryshojnë rrethonat, pra nëse këto standarde i zbatojnë, atëherë nuk do mend se masa e sigurisë duhet të zaventësohet. Pas përfundimit të 15 prillit, sigurisht që jemi në një situatë tjetër të shqyrtimit kryesor, sigurisht që më prokuroria nuk do ta ketë si opsion që në kërkesat për vazhdimin e paraburgimit ta përdor që të dyshuarit në rast se lihen në liri apo i zbutet masa e sigurisë mund të ndikojnë tek provat apo tek dëshmitarët, për arsye se tani më pas përfundimit të këtij afati më nuk do ta ketë këtë arsyetim për vazhdimin e masës. Sigurisht që këtë moment do ta shfrytëzojnë edhe avokatët mbrojtës, sigurisht që do të kërkojnë që masa e sigurisë të zbutet për të paraburgosurit, për arsye se tani 4 vite të njëjtit gjenden në masën e sigurisë. Në të kaluarën gjithmonë të akuzuarit për krimet e luftës apo pjesëtarët e UÇK-s sa herë janë kërkuar nga organet e ndjekjes, të njëjtit gjithmonë janë përgjigjur pozitivisht ftesave. Ndoshta në krahasim me të akuzuarit e tjerë tha që mund ta ketë pak situatën më të rënduar për shkak të një rasti të ri i cili pritet të fillon kundër tij. Besoj që tretë akuzuarit të tjerë kanë pak rrethanat më të lehta sa i përket këtij propozimi për zbutjen e masave, po realisht trupi gjykues do t'i vlerëson të gjitha argumentet e paleve në procedurë, qoftë prokurorisë, mbrojtjes dhe në fund sigurisht është i vetmi trupi gjykues i cili do të merr vendimin lidhur me masat e sigurisë, qoftë masat më të butë.